Gjykatësi Vladimir Tufekçi, kandidat për kryetar të gjykatës themelore Shkupi 1, kërkon nga Këshilli Gjyqësor që të anulohet shpallja për zgjedhje. Në deklaratë për disa media, ai thotë se me vlerësimin e çrregullt, zgjedhja nuk është e barabartë dhe i shkel të drejtat e tij për barazi, sepse në shtator të këtij viti u zgjodh gjykatës me nota të vitit 2014. Nga Këshilli Gjyqësor lajmërojnë se kjo iniciativë do të shqyrtohet brenda ditës. Përveç Tufekçit, për kryetar të gjykatës penale kandidojnë edhe kryetari aktual Vladimir Pançevski dhe gjykatësi Ivan Gjolev. Me titull Kurz bën propagandë për një parti qeveritare të dyshimtë, gazeta më e shitur në Austri, Der Standard, botoi shkrimin në të cilin e kritikon ministrin e punëve të jashtme Sebastian Kurz për praninë e tij në tubimin parazgjedhor të VMRO-DPMNE-s në Shkup. Gazeta vlerëson se kjo është një vizitë për një falënderim të vënuar ndaj qeverisë maqedonase për mbylljen e rrugës ballkanike dhe kritikoi që në fjalimin e tij nuk ka folur as pak për materialet nga përgjimet që u publikuan vitin që shkoi, e që kanë të bëjnë me periudhën kur në pushtet ishte Gruevski. Së paku 75 persona humbën jetën gjatë rrëzimit të një avioni në Kolumbinë qendrore, në të cilën ka pasur gjithsej 81 udhëtar dhe antar të ekuipazhit, e një pjesë e të cilëve kanë qenë futbollistë të klubit brazilian Chapecoense. Nga 6 të mbijetuarit, 4 janë futbollistë, ndërsa një është gazetar sporti nga Brazili. Kryetari i qytetit La Ceja, Elkin Ospin, deklaroi se shkaku i mundshëm i rrëzimit mund të jetë sasia e pamjaftueshme e karburantit. Kërkimet për persona tjerë të mbijetuar po vazhdojnë ende.